Pyetja ime ishte çfarë synonte Berisha me këtë le të themi tentativë grushteti apo grushteti nëse nuk e di, asnjëherë kam qenë i sigurt se pse ta thash, grushtet e shtetit që fitojnë i bën ushtria. Dhe mban vendin për shumë kohë në hyqmin e saj dhe pastaj zgjidhet. Kurse ai se bënte dot këtë gjë. Por, ndoshta për presion donte të tregonte edhe popullit që shikon ne jemi akoma me pretendimin që ngjarjet e 97-s kishin qenë të organizuara, e më thash, na i morën pushtetin e Zorja, lanë presidentës në mes atij. Desh me tregu që shiko, unë jam akoma. Dhe ndoshta edhe në kompromis me pushtetin e. Nuk di ta them, me të drejtën se vë do të veten në mendjen e tij. Jam tjetër psikologji dhe tjetër gjë. Megjithatë, zoti Klosi, ju si shërbim kishit kontakte me eksponentë të veçantë Partisë Demokratike për t'i paralajmëruar që mos shkonin deri në këtë tentativë? Jo. Kjo ishte diçka që nuk kishit fare në këtë. Jo, ne kishim informacion. Nëpërmjet njerëzve tanë, po që nuk ishte detyra juaj që të orientonin një parti politike. Po të kesh bashkëpunëtor, nuk mund të çfarë të zbulohen ata se nëse ka një kriter që është shumë i rëndësishëm gjithë shërbimet është ruajtja e bashkëpunëtorit. E qartë. Nuk e bënim dot aty. Ta bënin politikanët, ne e lajmëruam qeverinë. Po. E kishim lajmëruar me kohë. Që do ndodhte ajo që ndodhi. Që do ndodhte në Vjesht, do ndodhte diçka se edhe në Shkodër 3000 vet nuk janë pak. Po. Ishte kjo atmosferë. Ti e ke parasysh në Shkodër u bën në fillim të vitit 93 2 kryengritje. Po. Praktikisht. Kështu që ishte atmosfera e tillë dhe edhe Ministria e Brendshme ishte e përgatitur, por nuk e prisnim, nuk e dinim datën dhe ajo datë u shfrytzu bukur për tyre që njerëzit u mblodhen në Tiranë për varrimin e Azemajdarit. Ndërkohë që erdhën, jo vetëm për varrimin, morën pjesë në varrimin, pastaj arkivori iku, ata vazhduan luftën, delin darkë. Ndërkohë ka një... Në fund... Nëse jemi tek imazhet, Berisha shfaqet në këto pamje tek homazhet përpara Pallatit Kulturës, më pas nuk duket më, kur ndodh ajo që ndodh përpara kryeministrisë, Berisha nuk e shohim më në skenë. Mbase as gazetarët s'kan vajtur. Atje nuk e di. Këtë punë, po di që... Ju kishit informacion ku ka qenë ajo atë ditë, në Selia apo diku tjetër? Unë nuk e di. S'ishte e rëndësishme fare, aty u shkërmoq praktikisht çdo gjë. Ngelin në dorë të tyre. Ministria e Brendshme ishte armatosur, ne nuk erdhëm, por ne ishim përgatitur gjëja. Po ky dorëzimi i forcave ishte, në këndvështrimin tuaj, profesor, ishte diçka taktike e vetë qeverisë, apo ka që ishim mundësi? Jo, vetë qeveria, kryeministri ishte. Kishte ikur, po. Ministrat ishin mbyllur për ministritë e tyre, edhe Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Mbrojtjes, nuk është se dikush, po mund të merrte vendime, më se thash. Jo, iku policia, më forcat e rendit, ishin luftoj, garda, po them, bashkë gjysmore ose një orë, dhe pastaj u dorëzua dhe ajo. U dorëzua, u tërhoqën. Ka një gjë që ata e dinin shumë mirë. Ishin tërmatosur, ndërkohë që policia dhe garda e ka absolutisht ndaluar të gjuhej mbi turmën. Natyrisht nuk e di si bëhet në raste të tilla, por duhet i kush t'ia urdhër. Kishte njëri për dhënë urdhër. Në dargu përpoqëm që bile me rekomandimin e partnerëve ndërkombëtar, thanë ne akoma në kushtet e flagrancës, s'kishin kaluar 24 orë nga gjendja, shkoni te BD-ja dhe bjerini. Dhe të marroni punë njëre mirë me të. Ndërkohë që si shaqi i thërë. Ministri Brendshëm nuk ishte në detyrë, po thoni? Ishte në detyrë, po s'ishte praktikisht. Ndërkohë që u mundova dhe unë të flasë me zënës ministrin Safatos. Unë e ti do marrim përsi për një gjë të tillë. Ngjarje kaq të rëndë. Pra, edhe njëse nëse nuk e kuptova mirë, profesor, pra, faktori ndërkombëtar ju i kërkoi autoriteteve shqiptare të ndërhynin te Selia e PD-s? Të kërkoi mua ti them se ishim partnerë të shërbimit. Ti them qeverisë që ndërhyj me që është rasti për të ndërhyrë. Pse ata kanë bërë një kryengritje të armatosur dhe mbas asaj
Mbasi shkuan dhe në televizion, bajten dhe ca fjalime, në ora 8 ikën u mbyllën të PD-ja dhe 2 tanket që kishin marrë nga garda ishin para PD-s. Dhe PD-ja ishte mbushur me armë. Gjitha armët që u përdorën atje përfunduan. Dhe propozimi tyre që shfrytëzohen në rastin merren një PD-n edhe pastaj me ta do bëhet vendos drejtësia. Ndërkohë që nëse më lejon t'ju pyes. Nuk e gjetëm mundësi. Ky pikërisht, se pastaj e pam se si ndodhi dhe e pam se si rrodhën gjatë. Ky propozim erdhi nga faktori amerikan apo europian? Nga partnerët amerikan apo europian? Partnerët ndërkombëtar. Miqtë të Shqipërisë. Ishte njëri nga shërbimet që më tha, jam në emër të tërëve, se ashtu e bëjnë. E qartë. Nuk bëjmë gjithë një kosi. Fakti që nuk u reagua, mendon që kanë mbetur zgënjur atëherë? Jo. E dinin situatën, po aq mirë sa neve ata burë. E dinin që si ishte e kollajshme. U pa nga gjithë që policia, sa po u nisën turma drejt kryeministrisë, por policia u zhduk. U zhduk, policia koma ishte ajo ko Berishës, një vit kishë kaluar pas, ndryshim i mafës ishte bërë, nuk ishte në ca kuadro kryesore ishin ndruar, po njerë të tjo. Ne në shërbime kishim e kollaj, sigurisht se ne nuk e gjetëm shërbimin e mpashëm. Ishte ikur dhe kishtit më kollaj. Megjithatë, duhet të kthej pak te, ju thatë Berishën e ndaloi dikush nga jashtë. Ky edhe një herë po e pyes nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo nga Europa? Sepse më kujtohet e bëj këtë pyetje. Shtetet Bashkuara. Shtetet Bashkuara.